Agjencia e Legalizimit dhe Urbanizimit të Zonave Informale në Elbasan ka njohur rekord aplikimesh nga banorët e qarkut duke shkuar drejt shifrës totale 18.000 dosje. Mësohet se shtyrja e fatit i ka dhënë mundësi sidomos emigrantëve të aplikojnë për legalizim. Se nuk patëm mundësi. Edhe kemi qenë dhe jashtë shtetit dhe s'kemi pas kohë. Për ne po vendosim letrat sot. Ndërtimi është bërë objekti 2005-ën. Nga 2005 nuk keni aplikuar asnjëherë? Jo. I kemi fut një letrat, po nuk u ditësh. Me që doli ligji, po i vazhdojmë, sipas ligjit, bazë ligjit. Po, kam aplikuar 2005 kur ishte atëherë dhe tani pas shtesë kati, po aplikojmë tani. 2011 e ka bërë shtesën e katit dhe aplikojmë tani. Po aplikon për shtesë? Po. Pse keni shfrytzuar pikërisht janarin? Nuk kishte kohë më parë? Kishte kohë se tani u kthyem, ishim në Itali. Jeni emigrant? Po, ishim emigrant. E dini që afati përfundon në 30? Po, e kemi ngjuar atë dhe prandaj. Drejtori i Luizmit në Elbasan, Kasriot Gurra, thekson se për 4 muaj është arritur në këtë aplikim rekord për t'i dhënë mundësi të gjithë atyre që duan të përfitojnë nga ky proces. Ta bëjnë tani pasi nuk do të kenë më asnjë mundësi të legalizojnë objekte, shtesa po godina me funksion tjetër. Më lejoni të them që procesi i aplikimit për objektet të ndërtuara pa leje ka shkuar përtej gjitha pritshmërive që ne kishim. Në qoftë se do marrim një shembull, nga viti 2006 deri në 2013 ka pasur rreth 18.000 aplikime qarku i Elbasanit dhe pastaj ka ndodhur edhe 4.000 aplikime të tjera në vitin 2013, por që në masën 90% të tyre janë pavlefshme për shkak se nuk dispononin në certifikat në pronësisë mbi trullin ku kishin ndërtuar objektin e tyre. I bie që ajo që është aplikuar për 8 vjet është aplikuar në drejtorinë tonë nga muaji shtator dhe në vazhdim. Domethënë për këtë periudhë ne kemi rreth 18.000 aplikime të qytetarëve, të cilët janë drejtuar zyreve të Luiznit dhe kanë aplikuar për leje realizimi. Them për te pritshmërive sepse ky proces kur nisi ishte një mundësi që ju dha qytetarëve, kryesisht emigrantëve të cilët nuk ishin mundur të aplikonin në 2006, në 2005 dhe në 2013. Si duket edhe duke pasur parasysh që qeveria kësaj radhe ka seriozisht për ta mbyllur një herë përgjithmonë procesin e legalizimeve, qytetarët kanë parë një gatishmëri ekstra dhe janë drejtuar zyreve legalizimit për të bërë aplikimet e tyre. Procesi përfundon në 31 janar, në fakt ishte për të mbyllur në 31 dhjetor të këtij muaji që lam pas, por për shkak të fluksit të madh të qytetarëve, për shkak se edhe të një tradite që është krijuar që në muajin dhjetor vinë emigrantët nga shtetit për të gëzuar festa në vendin e tyre, u dha një mundësi ekstra që edhe për të mos lënë në ditët e festave mos lënë në radhë qytetarët për të aplikuar, u pa arsyeshme që ky proces të shtyheshe dhe u shtyt deri në datën 30 janar. Më lejoni të them që në datën 30 janar mbyllet një herë përgjithmonë, besoj, procesi i aplikimeve për gjitha ndërtimet pa leje. Pas këtij afati nuk do ketë më afat ekstra për të deklaruar ndërtimet. Ne jemi këtu çdo ditë nga ora 8 deri në orën 16:30 për të mirëpritur çdo qytetar i cili disponon një objekt të ndërtuar pa lejen e autoriteteve vendore dhe cili do person që nuk e ushtron këtë të drejtë duhet marrë parasysh pastaj nesër pas kësaj date edhe pasojat që vijnë nga mosdeklarimi i këtij objekti. Ai gjithashtu theksoi se janë rreth 4.000 dosje që janë përpunuar në një kohë rekord duke kërkuar sensibilizimin e qytetarëve për të bërë pagesat në kohë pasi do të humbin privilegjet që ofron ligji për uljen e tarifave. Tashmë që kemi bërë gati dosjet, janë rreth 2.000 dosje që janë bërë gati në qarkun Elbasan. Ne më lejoni të them që këto 2.000 dosje janë bërë gati për një periudhë 7 mujore, kur desh 8 vjet që të bëhen rreth 3.400 dosje gati. Kjo tregon një punë shumë madhe që ka bërë ky institucion, por tashmë kërkohet edhe mbështetja e qytetarëve. Që do thotë, në momentin që ne kemi bërë gati dosjen, qytetari ka afat 45 ditë për të paraqitur dhe për të marrë faturën, për të paguar faturën e parcelës. Nëse nuk e bën këtë, brenda 45 ditësh, atëherë nuk do përfitoj nga ulja 20% e kësaj fature. Ashtu sikurse nga ana tjetër, nëse nuk e bën edhe pas 6 muajsh, atëherë nuk do përfitoj nga uljet që ka parashikuar ligji dhe qeveria, por objekti do të
regjistrohet në emër të aluizit në hipotekë. Interesi në zyrat e aluizmit në Elbasan duket i madh dhe të gjithë janë duke shfrytzuar afatin e ri të vendosur për aplikimin në procesin që mbyllet në 31 janar.